për të mbajtur të grumbulluar në vetet ata patronazistët që ka. Problemi është këtu se më ndërhyre dhe më ndrove drejtimin e mendimit. Po, riktheuni aty ku e la. Problemi është që Shqipërinë e kanë rrethuar të gjithë armiq, të gjithë gjarpërinjt e më helmues të botës. Me Çifutistan, me Serbistan, me Yunanistan, që është greku, e të gjithë armiqtë e tjerë të botës. Nuk po ndjen me grekët, domethënë, u sfumua e që në fillim fare. Kush ta tha? Kështu mendon? Kanë qyrë dorë? S'kemi dëgjuar gjë më për ta, prandaj. Po se kanë vënd, ka dalë Çifutistani në krye tani. Ajo ambasadorja Çifute, që gënjeu në mënyrë të paskrupullt dhe që provokoi të lutem. Po se do të edhe vetë vendosin këtu, prandaj sepse more se nëse ka shqiptar janë. Ajo ambasadorja Çifute deklaroi paturpsisht, gënjeu, mashtroi opinionin publik botëror, sepse doli në media dhe tha që shqiptarët erdhën dhe na hoqën flamurin e ambasadës. Videot që kemi në dorë tregojnë qartësisht që personi, femra që ka dalë nga dera ambasadës, ka shkuar te shtyllës flamurit, ka ulur flamurin, dhe pastaj futur prapë brenda në ambasadë e demaskon 100% atë zonjë atë Çifuten, që ajo duhet të qërohet një orën përpara nga vendi shqiptar, nga terreni shqiptar. Por unë do të denoncoj dhe një fakt tjetër, i cili ndoshta duket i parëndësishëm, por kemi ardhur në një kohë dhe në një periudhë që do t'i vlerësojmë të tëra. Dje, mbasi mbarova atë intervistën me ju, se ishte mbas dite, shkoj për të hyrë në shtëpi dhe në shesh pushimin e shkallës, gjej një të huaj, i cili më tregon në telefon, e pas që më filmonte, po se prish punë, se prish televizion, se unë i njohur jam, nuk kam që fshihem. Dhe më pyeti gjatë me kush rruga Reshit Çollaku, a e di të rrugën Reshit Çollaku, sa aty kësh kaluar. I thash, qa komisi e keni ju? Izrael, tha. Dhe këtë e kuptova nga tatuazhi që kishte bërë me gërma hebraike këtu në qafë. Prandaj u detyrua ta pranonte. Të vi ai burr rreth 30 vjeç të pyesi mua të prisje në shesh pushimin, se më priste atje, nuk është se erdhi hyri dhe kontaktoi me mua, më priste atje. Megjithatë edhe të bëjnë si të duan, unë jam i parë matos, unë jam i parë, unë jam pa njeri fare në kuptimin e mbrojtjes trupore. Kur të duan mund të marrëzojnë dash Çifutistanin, dash Ramstani, Ramovici, quaj që duash atë Çifutin shqiptar që qeverin Shqipërinë. Pra, këto janë provokime të jashtëzakonshme edhe të njëpasnjëshme, sepse fill mbas provokimit të atij Çifutit në sheshin e protestës, kur isha ulur si gjithë njerëzit e tjerë, erdhën dhe më agresuan sa deshen të mirë telefonin, më nxorën zvarr me gjithë karrike, sepse unë nuk lëvizja nga vendi. Provokime të jashtëzakonshme. Tani lind një pyetje, jo për ju, por lind pyetje logjike për të gjithë shqiptarët, cili që dëmi që i bëron protestës duke ndënjur në karrike atje brenda. Po, pastaj e zgjidhet me organizatorët e protestës? Jo. Nuk e zgjidhet. Kundrazi më thot, shkoj, kontaktoj që më mësoj emrin e atij, më thot Andi Tepelena, shiko, a ishtë në quhet i lirë, thot është këtu me trupën tonë, thot, mos kush jeni ju, thash, kë përfaqësoni. Mos do prezantojeni apo jo, thash, sot unë jam avokat dhe kam drejt të kërkoj nga ju si qytetar shqiptar të më thoni kë përfaqësoni, kush jeni. Jepi forumin që drejtojmë këtë, tha, edhe kaq edhe ikum ktheu kratë. Vetë kontaktoj. Ky është problemi të cilin unë do ta denoncoj sot jam i detyruar. I lidhur me me këtë Dritan Goxhaj. Po Dritani ka pas reagime kryeministri disa.
Ka reaguar Nuk më dhe interesojnë ato. Ato reagimet e kryeministit janë për të thënë që shqiptarëve që ky është kundër meje. Në fakt është Dritan Goxha i shërbeka ekskluzivisht kryeministrit. jo avokat, s'mund ta themi këtë sepse ai E them unë dhe të dalë të më thotë jo. E them unë dhe të dalë të më thotë jo. avokat, ai në të paktën këto 2 vite Të lutem, që edhe një. Unë jam burri i fjalës dhe i tavolinës. Të dalë të më thotë që si të vërtet kjo që thua ti Zati Islami. Dhe do të japu përgjigjen. Atje dhe tyja. Tani ta mbaroj fjalën. Ku e shikoni? Ta mbaroj, mos më pre. Se ndërhyrjet më pa marruar fjalën unë, po të që mos ndërhyjë, se i harroj që të që thonë pasaj. Jemi tek Dritani. Shkoj dhe i them se ai e komandon të gjitha të zonën aty, edhe ata banditit që kanë atje një 50 veta, i them Dritan, ky i liri, thash, si e ka mbi emrin, se që pun këti me atë më thamon. Dritani, thash, po që unë jam sa që nuk jam në ishta më du më për ty, thash. Më thuaj, si e quajnë e të, është njeri u ime, i tha. Qarë se i thash, është njeri u im, tha. Po i thash, më agresojnë për i kështu, mos rish aty, tha, i ka ndej, tha. Edhe ti më thua kështu, i thash, po, tha, ti mos u duk, tha. U prezentuam bashkë Dritani, thash. Nderuar gazetar. Dje, në intervistën e djeshme, kthej në Gjerim Brapsh, dhe shikoja kam thënë, nuk flas për Dritani sepse kam konflikt interesi se është njeriu im. Po. Pa u bërë 3 orë, 4 orë, mbas intervistës që bëm bashk, Dritani më kthen kurrizin, më tregon forcën dhe më thot, aty s'ke punë, aty jemi neve. Po mos ka qenë në një moment edhe tensioni aty, situata. Këto hamendësimet që bën ti nuk shërbejnë as dialogut as çështjes. Mos të vi keq. Jo zotëri, ai shërben Edi Ramës direkt dhe ata nuk lejojnë të dalë asnjë zë kundër Edi Ramës aty. Asnjë zë kundër Çifutistani. Asnjë zë kundër, të lutem. Ai thot asnjë zë kundër provokacionit që bëri ajo Çifutja e Izraelit aty në Shqipëri. Avokat, Rama thot që Goxha, Dritani, është zëdhënës i Iranit. Tani si që ata kanë ja 2 ditë, nuk po lënë çdo orë pa bërë postime kundër tij. Tani po fute këto idiotizma edhe muhabete kafeneç të Ramovicit në biseda edhe në intervista nuk ka më karakter serios. Zotëri, mësoni një gjë. Për ta mbrojtur armikun, fillon dhe e vlerëson e sulmon jashtëzakonisht shumë, për të thënë që shqiptarëve që shiko se ky është armiku im. Në fakt ai po i shërben Edi Ramës, me atë grup të strukturuar kriminal që ka futur atje te mikrofoni dhe nuk lejon asnjë zë shqiptar që të flas kundër Çifutistanit, kundër Edi Ramës, kundër grabitjes së trojeve shqiptare të Vlorës deri në Fier. Avokat, mbrëm Goxha në TV-ja dha një intervistë të parën pas anatemimit dhe sulmeve, mund të themi, nga qeveria. Edhe tha që unë nuk kam lidhje fare tha me protestën, nuk jam as organizator, nuk jam as antar të i grupit aty, koordinues, i grupit koordinues, nuk kam as të drejtë votet e grupit koordinues, ta mua më thanë, lexo 5 pikat që janë të shkruar, edhe unë lexova, tha, po nuk kam lidhje fare. Pastaj tha edhe për Ramën, që Rama tha është peng i vendimeve të veta dhe atyre që ka dhënë fjalën, kurse për Kosovën, për atë të lutem. Lidhur me qëndrimin e tij në Kosovë do më vonë. Se lajmet na vinë dhe ande. Dhe këtu është luftë për jetë vdekje midis komunistëve dhe nacionalistëve shqiptarë. Dhe përfaqësuesi tipik i denj i komunistëve shqiptarë në këtë rast është Dritan Goxhaj. Dhe të këtë turp që thot nuk kam asnjë lidhje sepse kemi videot që ai hysmeqiu i gjithë asaj, i gjithë atij rrethi atje. Nuk i vjen turp që gënjen kështu, po shqiptarët i kanë sy të ballë.
Apo mendon se me që shpi një televizion publik dhe e shikojnë shqiptarët do besojnë atë? Jo zotëri, na besojnë dhe neve. Dhe unë i hetë dorashkën Dila Vergoza, e të vijë të bëjë debat me mua.